Ka ndëruar jetë në moshën 79 vjeçare aktori dhe humoristi i njohur vlonjat Mane Lumani. Ai u shua në ambientet e Spitalit Rajonal të Vlorës, ku prej më shumë se 2 muajsh qëndronte i shtruar në reanimacion për shkak të një sëmundjeje të rëndë në mushkëri dhe në zemër. Mane Lumani kishte mbushur 79 vjeç më 22 shkurt. Lajmi për ndarje nga jeta ka prekur familjarët, miq dhe të gjithë komunitetin artistik të qytetit të Vlorës. I martuar dhe baba i 4 fëmijëve, ai do të mbahet mend si një njeri i përkushtuar ndaj familjes dhe artit. Homazhet në nder të tij u zhvilluan në ambientet e teatrit Petro Marko, ku të afërm, miq, kolegë dhe qytetarë të shumt vendosën buqeta me lule dhe bën ndërimet e fundit për artistin. Mes lotësh, kolegët dhe bashkëudhëtarët e tij në sken, Afrima Galliu dhe Agron Hamo shprehun ngushëllimet për familjen Lumani, duke theksuar se me ndarjen e tij nga jeta largohet një tjetër nga 4 parodistët simbol të Vlorës. Ishte ai i cili edhe pas zë ne e merrnim në shfaqjet tona, ka qenë i pranishëm, prezent dhe edhe ashtu pa folur i bënte njerëzit që të qeshin e të kënaqeshin me humorin e tij. Do të kesh shumë net dimri që thoshin plakat flasht për atë figurë aq të madhe. Nëna janë larguar nga jeta dy aktorë shumë të mëdhenj. Kripa dhe Lezeti. Por unë them se Mane do mbetet shumë kohë në mendje dhe kujtesën e njerëzve. Emblema e parodistëve shqiptar që njihen dhe një prej tyre ishte Mania, do të ngjelet në historinë jo vetëm të artit vlonjat, por të artit shqiptar.